Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Personi i jetës tuaj do të lërë të shkuarën për të lidhur me ju, pra personi i zemrës tuaj do të lërë të shkuarën që të lidhet me ju. Ky është një person egoist, pra ka një ego shumë të fortë, një ego jo shumë pozitive, që gjërat e tij do t'i bëj sipas mendjes tij. Është një person pak i ngurtë, pak i ftohtë, pak i tërhequr. Është në botë, jeni larg njëri tjetrit. Është person human, ka humanizëm brenda shpirtit të tij dhe nga ana financiare. Ty të shikon si këtë perandore në këtë karrocë dhe si një diell. Pra ti je dielli i tij, je drita që e ndriçon në rrugën e tij të jetës. Bëm një pyetje. Do ta lër të shkuarën për të ardhur me ty, për të ndërtuar një jetë re me ty. Në lëvizja e monedhave, që më tregon që ky është i rrethuar nga njerëz, dëshirën e tij e ka fort të madhe për të ndërtuar, për të lënë të shkuarën dhe për të ndërtuar një jetë të re me ty. Por është i rrethuar nga njerëz pak negativ rreth vetes tij, atje ku ai jeton. Tek ty shikon shumë pjesën e ekuilibrit, shikon pjesën e balancës. Tek ty shikon perandoreshën e bukurisë, një femër të realizuar në këto haste mrekullueshëm. Lufton fort brenda vetes së tij me të gjitha mënyrat që të ndryshojë komplet këtë rrjedh jete. Pra të lërë të shkuar mbrapa dhe të vitë tek ty, sepse është një njerëz që punon fort me veten. Bisedon për të marrë një vendim drejt jush dhe është në pritje për të marrë këtë vendim, sepse ka dhe pjesën e punës që nuk mundet dot të largohet në mënyrë të shpejtë. Tek ty ky gjen paqen dhe ka të pjesën e brendshme të shpirtit që do të bën të lërë të shkuarën dhe se shkuara e tij ka qenë shumë e manipuluar, me njerëz shumë manipulator, me njerëz shumë dhe shumë shpejt të sjellë këto mesazhe dashurie në qiell të pastër, sepse ti për të je një femër me energji të fortë, me e fuqishme, me energji shumë të madhe, me energji pozitive. Dhe ky ka për ty një pasion, ka një dashuri shpirtërore që do ta ndryshojë jetën e tij në çdo mënyrë, në çdo formë të mundshme. Me kë rezonon kjo energji? Me gërmën 1, me gërmën Ç, me gërmën B, I, V, F, N, R, K, S, me gërmën Q, G, me gërmën T, Sh dhe me gërmën Zh. Kurse në shenjën e horoskopit, kjo energji është me luanin, me britjapin, me shigjetarin, me binjakët, me vigjëreshën, me peshqit, me dashin, me kaforen dhe me denin. Faleminderit shumë miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.